Hej, ja dhe orët e fundit të këtij rrugtimi erdhën, pas pak në 7:30 kemi Tiranën, edhe vetëm Tiranën, të gjithë të tjerët kanë qëndruar në përqarqet e tyre duke për përgatitjet e fazës tjetër të procesit, organizimi, trupat e komisionerëve, etj. Ndërkohë që në 7:30 Tirana do t'i jap mesazhin e fundit edhe të gjithë Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarëve kudo ku ata ndodhen, dhe më vjen shumë mirë që ka pasur një lëvizje domethënëse në ditët e fundit nga ana e atyre që kishin mbetur ende pa i dërguar zarfat. Numrat janë shumë inkurajues, të shohim si do mbyllet pjesëmarrja, por pa diskutim që trendi qysh në krye të erës na tregoi që do kishim një pjesëmarrje shumë të lartë nga ana e shqiptarëve jashtë kufive. Dhe unë jam jashtëzakonisht i lumtur që ne i dham mundësinë të votojnë. Jam jashtëzakonisht i lumtur që ata e shfrytzuan këtë mundësi për votën e parë në histori të shqiptarëve jashtë, por edhe për këtë sfidë të Shqipërisë në historinë në 11 maj. Dhe patjetër jam shumë kurioz ta shoh vendimin e diasporës, gjykimin e diasporës, dhe patjetër me respektin më të madh. Në 7:30, pra për rreth një orë e pak, do të jemi së bashku me Tiranën, për Tiranën dhe për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian.